Përshëndetje, ku jemi këtu me parashtrimin e datës 26 tetor të 2025. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me bisedime, me çështje të rëndësishme financiare, bisedime shumë të rëndësishme, sepse pikërisht kjo ditë është një ditë që kërkon vullnet, kërkon mundësi, sepse takimet që do bëni janë takime. Nuk janë takime rutin, por janë takime shumë të rëndësishme, sepse lidhen shumë me punën tuaj aktuale, lidhen shumë me disa gjëra që vërtet duken në plan parë si gjithë ditët e tjera, por dita e diel gjithmonë ka një plus sepse merren vendime të rëndësisë veçantë. Rëndësisë veçantë do thotë që mbyll një cikël ose keni pasur probleme dhe mund të marrin zgjidhje, dhe kjo është diçka shumë pozitive. Madje është momenti në lidhje me anën e financave, se do bëni bisedime për sa i përket edhe disa çështjeve të tjera që kanë ngelur pezull, dhe është momenti më mirë i mundshëm për zgjidhur një problem të tillë. Por gjithashtu, për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me njohje të reja ose kanë udhëtime ose marrin sipërmarrësit sidomos në takime bëjnë mbas ditës. Mbas ditës është një ditë shumë e rëndësishme ku gjërat vejnë më mirë, bisedimet bëhen më të kollajshme, sepse Mërkuri është planeti i komunikimit dhe jep mundësi në gjërat që juve doni të realizoni. Ajo çka duket në plan të parë, ka të bëjnë me dashurinë, ka të bëjnë me një takim që do të bëni shumë pozitiv dhe njohja kthej lidhje serioze. Një takim i papritur mund të jetë një takim shumë i rëndësishëm për të ardhmen tuaj, pse jo, mund të kemi realizime dhe gjëra të tjera. Përfitojnë shumë shenjat e zjarrit, siç janë shenjës së Dashit, Luani dhe Shigjetarët. Shenjat e ujit sidomos kanë një mundësi të ardhë në lidhje me pasuritë paluajtshme për të bërë një blerje ose diçka të kësaj natyre që është mjaft e rëndësishme. Shenjat që përfitojnë mjaft në këtë pikë janë të shenjës së Gafores, janë të shenjës së Akrepit dhe të shenjës së Peshqeve, ku peshqit kanë pasur shumë probleme dhe tani vjen koha, momenti që ata të jenë sa më të qartë, sa më të kujdesshëm në gjërat që bëjnë, dhe pikërisht është dita e fundit e kësaj jave ku mësohen shumë gjëra në një kohë shumë të shkurtër, dhe kjo do të thotë që java dhe vazhdimësia është mjaft pozitive. Në lidhje me një takim të rëndësisë veçantë, që do them unë ka të bëjnë mbas orës 13, sidomos dy shenja toke janë Bricapët dhe janë dhe shenjës së Demit. Pra është një mundësi shumë e mirë ku gjërat dhe çështjet të mëdha ndryshojnë dhe ndikojnë në anën tuaj. Tani, pas të fillojmë parashikimin e 12 shemeve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje mund të zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson, duke zgjedhur paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes, dhe më pas shkoni tek sekretaria, është pikërisht ai kuadrat i vogël që shkoni atje, e klikoni, e plotësoni të dhënat juaja dhe numrin përkatës të blerjes, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, ku do jemi çdo të mërkur bashkë me parashikime, me pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas ndiqni hapat me kujdes dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen drejt për së drejti. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e zjarrit, që është shenja e Dashit. Përsa i përket shenjës së Dashit, duket se Dashi ka një mundësi dhe një kohë shumë të përshtatshme në lidhje me punën dhe karrierën, sepse dita e diel ndihmon shumë në lidhje me çështjet ekonomike financiare dhe bisedime të rëndësishme. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashit të dhjetëdijçit të parë dhe me gaforet të dhjetëdijçit të tretë është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Me Demin duket se koha ka ecur përpara, ka evoluar. Jeni në një moment që jeni gati, keni ndezur motorët, jeni gati për të fluturuar. Momenti që është momenti i duhur në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj,
në lidhje me atë çka ndryshojnë, çka marrin vendime të rëndësishme. Pavarësisht kohës kur ndodhin fenomenet, pavarësisht asaj çka jemi dhe ku do të shkojmë. Është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv, sepse çdo ndryshim, çdo periudhë që lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin, lidhet me gjëra konkrete. Juve e keni dhe çështje shpirtërore me ujor pregatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Po, binjakët kanë një takim sot, e gjithë dita mund të them unë, sepse i trekëndësh ndihmon jashtëmase, ku guvernatori juaj, Mërkuri, ka një kënd shumë pozitiv me afërditën, që u jep mundësi ekonomike dhe bisedime të rëndësishme. Megjithatë, edhe pse keni pasur disa takime, bisedime, mundësia të arta, është momenti më i mirë i mundshëm tani atutje për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet shpirtërore, lidhet afatgjat që kanë të bëjnë janë me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot gaforja. Për sa i përket shenjës së gaforës, meqenëse gaforet duket se tani e tutje keni disa mundësi të arta, disa mundësi që tani mund t'i shfrytëzoni për të mirën tuaj. Është një kohë që është stabilizuese, është një kohë shumë e mirë për ndryshimin, ndikimin dhe momentin e duhur në kohën e duhur për të bërë punën, karrierën, ndryshimin, marrjen e vendime të rëndësishme dhe periudhën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep të 10 diqit parë dhe me peshk, përgatituni sepse diçka e mirë ndodh. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thot shenja më pozitive dhe më ideale, që do të thot luani. Për luanët është një moment që nga njëra anë vendosin shumë barjera në lidhje me ato që kanë patiturinë ose më saktë të tjerëve, ose nuk janë të sigurt për diçka, presin ta shfrytëzojnë një herë në vetveten e tyre, në mendimet e tyre, shikojnë mirë se çfarë do të bëjnë. Pastaj të veprojnë. Kjo është koha dhe momenti më mirë mundshëm për ditën e sotme. Paraditja është një ditë shumë e mirë, një paradite që ndihmon shumë për të marrë vendime dhe jo nxitime. Është kohë shumë pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Bricap është Italia. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thot shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë, edhe pse keni pasur gjëra që vështirë të rregulloheshin, vështirë të stabilizoheshin në fushën e karrierës, fushën e punës, por nga ana tjetër është edhe momenti më i mirë dhe momenti më pozitiv, kjo mund thoshte se është një periudhë që ka të bëjnë me ndikime shumë të mëdha në pozicione planetare që ndihmojnë për juve të shenjës virgjëreshës, ku gjërat janë pozitive, janë në kohën e dur. Virgjëresha gjithmonë ka qenë një har para asaj çka ndodh dhe mundësi që ata kanë në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Mbasditja, mbas orës 16 e tutje, keni mundësinë të bisedoni dhe të gjeni zgjidhje problemeve, por gjithsesi në fushën e dashurisë pa kujdes me Dem dhe me gaforët e 10 diqit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot peshorja. Për sa i përket peshores, duket se nëse bëhet fjalë për çështje kontratash, nëse bëhet fjalë për çështje zgjidhje të problemeve, konflikteve, të mënyrave që do vinë gjërat, nga njëra anë juve i keni mundësitë edhe kohën e duhur për sa i përket anës ekonomike dhe financiare, për sa i përket një ndikimi shumë të mirë dhe tepër ideal në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve, sepse koha është një farë mënyre mjaft pozitive dhe është shumë e rëndësishme në anën tuaj dhe në çështjet që lidhen me komunikimin dhe me ndryshimin. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Për sa përket akrepët duket se tani kanë kohën e dur, kanë momentin për të marrë zgjidhje në gjërat e tyre, në çështjet ekonomike financiare, në zgjidhje me një çështje
e vjetër ekonomike, por tani erdhi momenti dhe koha që juve ta zgjidhni një problem të tillë, sepse është momenti juaj dhe idetë që juve keni, filozofinë tuaj, din shumë mirë ta përdorni për të mirën tuaj dhe është momenti më i mirë dhe më pozitiv në ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, me qenë se shigjetarët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet kërkon kohë, kërkon mundësi, kërkon çështje të rëndësishme që do t'i zgjidhni tani tutje, edhe pse me vështirësi, edhe pse ka të bëjnë me një çështje kolektive kjo në lidhje me punën tuaj, por kërkon pak vëmendje dhe mos të nxitoheni për gjëra që doni bëni, sepse kjo periudhë është e mirë dhe është vendimtare për jetën tuaj, për të ardhmen tuaj dhe mundësitë që do të jepen. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me luan janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapëve, bricapët duket se kanë kohën e tyre, kanë momentin më të mirë të mundshëm për sa përket anës ekonomike financiare, një biznes që pritet që ata ta realizojnë sipas planeve, sipas dëshirave, sipas mundësive. Në fundit gjërat janë në kohën e duhur, janë në momentin e duhur për sa përket gjërave të mëdha dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër korrekt nga ana juaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem të 10 ditë parë, ujor të 10 ditë tretë, kjo është mjaft pozitive, por do keni dhe një rishikim në marrëdhënieve me çështjet që lidhen me situatën e punës suaj, lidhje me disa persona të rinj që futen në jetën tuaj, në punën tuaj, në ortakëri, që do bëni ndryshime. Dhe këto janë ndryshime fantastike sepse keni mundësinë për të zgjidhur probleme të tilla. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me dash janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët duket se tani në këtë periudhë është një ditë e mirë për të rezervuar takime të rëndësishme. Kjo do të bëni ku do të bëni një fillim të ri, ku do të jeni të kujdesshëm në lidhje me problemet e çështjeve të së shkuarës që t'i mbyllni, ose do bëni disa bisedime që të kenë frytet e veta, por jo bisedime të pamenduara mirë, sepse mund thoni diçka që mund thotë tjetri çfarë nuk kuptoj, ose ma thuaj që diçka që unë nuk e kuptoj, por më vonë mund të jetë e bindshme si bisedë për ty apo jo për mua. Pra keni kujdes këtë gjë, mos u nxitoni çfarë do të flisni, sepse ujorët gjithmonë janë shenjat e ajrit, gjithmonë kanë një fjalë që zë vendin e vet. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshore dhe me binjak është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket kësaj shenje, mundet që tani tutje të marrin në frymëlirisht, sepse kanë qenë me një barë shumë të rëndë në çdo aspekt të jetës së tyre. 80% mund të them bindje të plotë që kanë pasur shumë probleme në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën e tyre, në lidhje me shumë gjëra të tjera. Por vjen momenti tani, momenti i art, mund thosha unë, për të zgjidhur çështje problematike ose gjëra që juve keni, është moment shumë i mirë dhe tepër ideal. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të rëndësishme, dita e fundit e javës me ndryshime dhe vazhdimsi në kohë. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, kemi pikërisht të faqen këtu, astrologu.al, e klikoni, pra duke parë e shikoni vetë, dhe më pas duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes së paketës, jeni gati për të dërguar jo vetëm masitin paketën, e dërgoni të dhënat tek kuadrati vogël atje dhe flasim bashkë në Viber apo WhatsApp. Për juve që doni që në kohën që jemi live, doni të dërgoni mesazh për të marrë drejt përgjigjen, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas e dërgoni dhe merrni drejt përgjigjen. Nga unë Rëpulla, ju uroj një ditë të mbar, të diel të mbar dhe fillim të mbar në ditën që do vi. Jesë mirë.